Policia vë në pranga 2 autorët e vrasjes së vëllait të ish-kreut të njësisë administrative Kaçinar, Petrit Bardhi, i arrestuar në shkurt të këtij viti për trafik droge. Dje pasdite, policia arrestoi Fernando Dedën, 29 vjeç, dhe 15 vjeçarin Gjë Arapi, të akuzuar për vrasje në bashkëpunim. Një nga të arrestuarit, 29 vjeçari Fernando Deda, i njohur edhe me emrin Florin Deda, është i shpallur në kërkim dhe i dënuar për veprën penale trafikimi mjeteve motorike. Gjatë kontrollit në banesën e 15 vjeçarit Arapi, policia ka gjetur dhe sekuestruar një automatik model 56 që dyshohet të jetë arma e krimit. Trupi i pajeti Aleksandër Bardhit është gjetur nga kushuriri i tij në rrugën hyrëse të fshatit Shëndëlli. 49 vjeçari njihet si person me precedent penal, duke përmendur këtu një plagosje të kryer vite më parë në Lezhë, çka e detyroi atë të shpërngulet me familje në Sarand. Vëllai i viktimës, ish kryekomunari i Kaçinarit, u arrestua në shkurt të këtij viti pasi policia gjeti në banesën e tij 424 kg kanabis sativa, që dyshohet se do ta trafikonte bashkë me vëllan tjetër drejt Greqisë. Pak ditë pas arrestimit, gjykata ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie, duke e pranuar kërkesën e avokatit, sipas të cilit klienti i tij vuante nga astma dhe nuk mund të qëndronte në qelitë e paraburgimit.